Dhe shumic kjo është të vësh duart në kokë. Ergy Sagasi krye fjalë skenar për film në Hollywood, së bashku me Edi Ramën që filloi me Barack Obamën. Dhe ku do të përfundoj kjo Shqipëria jonë, që dashë Zoti armiqtë e Shqipërisë nuk i kanë bler këto të dhëna sensitive të vjedhura nga Akshi i partisë, për të shantazhuar biznesmenët që filloi i pari Spartak Brau që vodhi serverin e tatim taksave me të gjitha të dhënat, duke kërcënuar biznesin, dhe e vazhdoi në mënyrë perfekte banda e Edi Ramës, së bashku me Lulzim Bashën dhe opozitën që e dehën duke afalur të gjitha pushtetet në tavolinë. Kështu këta politikanë me në krye Edi Ramën e kanë shkatruar Shqipërinë. Dhe është një shans historik që presidenti ynë i nderuar, por i emëruar nga parlamenti i krimit, të distancohet politikisht, duke thirrur Këshillin e Sigurisë, bashkë me aleatët tonë strategjik, për të ulur këmbë kryq dhe për të vënë alarmin. Jemi në rrezik. Po, vetëm kështu, nëse të huajt do ta pushtojnë me civila zyrat e qeverisë, do t'i sekuestrojnë ato të dhëna që dash Zoti nuk ja kanë shitur armiqve të Shqipërisë për shantazhe të radhës, sepse nga Edi Rama, miku i Vučićit, i dekoruar nga Kisha Greke për shërbime ndaj helenizimit të Shqipërisë, të gjitha mund t'i prisni. Dhe mos harroni, Mitrovica, toke as kujt, me harta në duar me Miloševićin dhe Hashim Thaçin që vajt i takojnë burg. Se ti je kot këtu, se të shesësh tokat e tua të vdeu tënd, një popull tjetër, as nuk do të kishin shans të shkojnë në burg.